ngritjes të naftës në nivel global për çështje si të furnizimi, kjo padyshim që duhet ta ngrej si të një alarm të gjitha ekonominë në botë, sidomos ato të cilat janë importuese të 100% të naftës siç është vendi ynë, edhe të ndërmarrin masat preventive nëse jo bile masat të cilat janë më zbutëse për të kalimin e kësaj krize. Sepse tek e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet tjera pak a shumë e shfrytëzojnë këtë horduzin, po ato të cilat pasojat më tepër do të reflektojnë janë vendet e Azisë dhe Europës. Në këtë kontekst, dy ekonomitë më të mëdha numerikisht në botë, India dhe Kina, po ashtu Japonia dhe vendet e tigrave azjatik të cilat i quajmë këto 5 fuqitë ekonomike të cilat janë në botë, janë importuese më të mëdha të naftës nga gërka e horduzit, nga Europa. Greqia merr pjesëmarrje në kushtimisht më të madhe të importit të naftës përmes kësaj ngushtice, sepse afro 20% të importeve europiane kryesisht vijnë nga Greqia dhe tash në këtë kontekst nëse neve lidhemi në aspektin e furnizimit të naftës, dihet që neve më tepër furnizimet i kemi prej Greqisë përmes natyrisht aktorëve tjerë ekonomik siç janë Maqedonia, Veriut dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Pastaj kur kemi lëvizje pozitive në uljen e çmimit të naftës në Kosovë, atë lëvizje të tilla në Kosovë në botë, lëvizje të tilla në Kosovë nuk reflektohen se nuk vjen. Edhe kjo padyshim tash çon në mbushjen e xhepit të naftëtarëve, por edhe të ekonomisë edhe të shtetit, i cili në këtë kontekst nuk po mundet ose nuk dëshiron me marr masa adekuate për mbrojtjen e konsumatorit, edhe tash si them çmimi është i fitimit është i duanshëm tek kompanitë e naftës të cilat shpërndajnë respektivisht. Që shteti ka dështuar për të ulur edhe për të ndërmarrë masa për të ulur çmimin dhe stabilizuar kur ka stabilizim të çmimeve në tregje tjera apo jo tani? Nëse marrim veprimet e tregjeve rajonale, respektivisht vendeve të cilat janë në Ballkanin Perëndimor dhe në këto rrethana ato kanë marrë masat adekuate, qoftë në ulje taksash, qoftë në uljen e TVSH-s, dhe ato menjëherë kanë reflektuar. Për shembull Maqedonia e Veriut deri në 40%, Shqipëria tash edhe pse me vonesë, por ka prapë çmim më të lartë, megjithatë është në rrugë si për të marrë masa. Serbia ka marrë masa të 3 fishta në këtë konstelacion, edhe ka ulë TVSH-n për 50%, edhe ka ulë për 40% aksizën, por edhe ka ndaluar eksportin e këtyre kompanive të naftës nga Serbia për me eksportu jashtë, thjesht ato rezervat me i pas vetëm për qytetarët e saj. Pastaj Malizi ka ndërmarrë masa në këto rrethana, ekonomia e Kosovës është duke vuajtur më tepër pasojat sepse qeveria ende nuk ka ndërmarrë dhe nuk po ndërmerr edhe nuk. Ky është kundër parimeve të ekonomisë tregut të lirë. Edhe klasikët nuk e përkrajnë këtë, sepse thonë që nuk është në kontekst të ekonomisë tregut të hapur. Mirë po, në rrethana të caktuara tash është rrymë tjetër keynesianiste, që e përkrah sepse sa herë ka lëvizje ciklike drejt terrenjeve ekonomike, kur shkojmë drejt recesionit edhe pikës më të ulët të biznesit, atëherë natyrisht që qeveria do duhet të ndërhyjë me masat adekuate që nëse nuk mundet bile ta rikthejë atë, ta parandaloj edhe ta zbus pasojat negative që recesioni edhe pika më ulët e biznesit do të kishte për ekonominë. Kështu që këtu kemi tash një gërshetim të teorive klasike dhe keynesianiste që njëra anë tash toleron këtë çmimet tavan respektivisht intervenimin keynesianistët, edhe ana tjetër që nuk e toleron respektivisht mendon që është kundër parimeve të ekonomisë tregut. Në këtë kontekst sot në ekonominë globale duhet të jemi të vetëdijshëm që kemi ekonomi të tregut social, që gjitha domethënë pasojat mundohen në shoqëri të jenë sa më të butshme, domethënë po ekonomi e tregut të lirë, po ekonomi liberale, mirë po në kontekst të mbrojtjes së shoqërisë respektivisht konsumatorit, atëherë padyshim që nevojitet intervenimi i shtetit. Kjo ngjason me atë sikur mjeku me pacientin. Nëse mjeku nuk intervenon tek pacienti, atëherë do të shkojnë drejt vdekjes. Dhe kështu në këtë kontekst mjeku qeveria drejt pacientit ekonomisë do duhet të intervenojë për mos me shku deri tek ajo që është më e keqe, sepse masat thjesht lejohen edhe në ekonominë tregut të hapur që të intervenohet, por në rrethana të caktuara dhe në rrethanat e kufizuara kohore derisa efekti të jepet edhe si them të vërtetohet largimi i atyre masave ose situata me cilën ato kanë ndjerë.